Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha zhvilloi një takim me 71 të rinj dhe të reja të zgjedhur në Këshillin Kombëtar të Partisë Demokratike në kuadër të nismës Rini për të rritje, pjesë të cilës ishte edhe europarlamentari Antonio Lopez Isturiz, antari PPS dhe ish sekretari i përgjithshëm i Partive Popullore Europiane. Duke vlerësuar rolin e të rinjve në procesin e ripërtëritjes dhe modernizimit të partisë, lideri i Partisë Demokratike Sali Berisha theksoi se ata mund të kontribuojnë më shumë në modernizimin, organizimin dhe forcimin e partisë, ndërsa e cilësoi Partinë Socialiste si një parti të ndërtuar mbi krimin, duke akuzuar Ramën se përdor kartelet e drogës dhe bandat kriminale për të realizuar qëllime që sipas tij nuk mund t'i arrijnë përmes ligjit. Kuvendi që zhvilluam ishte një kuvend ripërtëritje, nuk ka shumë faktor më të rëndësishëm në këtë proces se sa të rinjt. Ne qëndruam për modernizimin e partisë dhe askush nuk mund të kontribuonte më shumë se sa të rinjt në modernizimin e partisë. Ju jeni në një fillim të shkëlqyer si politikan të rinj, si antar të Këshillit Kombëtar, ju mund të bëni boshti kryesor i arritjes së të gjitha objektivave tona dhe unë jam shumë optimist. Ju keni të gjitha cilësitë dhe potencialin për të përmbushur misionin dhe detyrën tuaj. Kjo është mënyra më e mirë për të arritur qëllimet tona. Ne kemi një armik shumë të veçantë. Ky armik, siç e shihni, është një parti e themeluar dhe ndërtuar mbi krimin. Ata përdorin kartelet e drogës për të kërcenuar dhe intimiduar qytetarët. Ata janë armiq të lirisë së shqiptarëve dhe ne duhet të luftojmë dhe do të luftojmë dhe do të fitojmë. Ndërkohë europarlamentari Antonio Lopez Isturiz u shpreh se Shqipëria nuk mund të qëndrojë jashtë Bashkimit Evropian në kushtet e ndryshimeve të mëdha gjeopolitike që po ndodhin në botë, ndërsa nuk i kurseu kritikat për qeverinë dhe vetë kryeministrin Edi Rama. Jam këtu ditë me ekspertë që flasin për zgjerimin e Bashkimit Evropian. Të gjithë ekspertët bien dakord. Shqipëria do të jetë antare e Bashkimit Evropian. Për këtë nuk ka asnjë dyshim. Frika që shprehin është: a mund të kemi këtë kryeministër të Shqipërisë, Edi Ramën, në Këshillat Evropiane? Po reflektoja për këtë sepse vi nga Spanja, dhe atje kemi një kryeministër socialist, gruaja, vëllai, 3 ministra dhe ish kryeministri Zapatero, të cilët sot janë përpara gjykatësve. Fatkeqësisht shoh disa tendenca të ngjashme. Ju gjendeni përpara të njëjtit skenar si ne në Spanjë. Unë vi nga një Partido Popular. Sigurisht ne jemi me fat sepse jemi brenda Bashkimit Evropian. Këtu ju nuk jeni aq me fat. Ju aspironi ta keni atë. Të bëheni anëtar të Bashkimit Evropian mund të shpëtojë nga qeveri shumë të këqija se ajo që keni sot këtu. E shoh kryeministrin e këtij vendi, duke u gjinjëzuar para melonit. Dua të them në Spanjë, nëse kryeministri gjyzohet para dikujt, ai do të zgjas 2 orë. Kryeministri, presidenti është imazhi i vendit që përfaqëson. Nuk mund të jesh kaq aktor apo showman. Ka një zhvendosje strategjike në botë. Nëse mbaheni jashtë Bashkimit Evropian, çdo herë do të jeni në një situatë më të vështirë. Do të jeni në duart e Kinës, Rusisë, Turqisë dhe shumë vendeve të tjera, për të cilët demokracia nuk është zgjedhja e tyre, nuk është frymëzimi i tyre. Tani më shumë se kurrë, Shqipëria nuk mund të mbetet jashtë Bashkimit Evropian. Europarlamentari Antonio Lopez Isturiz rikonfirmoi mbështetjen e plotë të Partisë Popullore Europiane për Partinë Demokratike dhe vlerësoi figurën e Sali Berishës për këmbguljen dhe angazhimin e tij politik.